Drejtuesi i qarkut të Fierit njëkohësisht edhe kandidati për deputet i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka zhvilluar një takim me naftëtarët e Fierit. Ai u ndal tek problematikat që ata hasin dhe prezantoi programin për këtë shtresë. Sipas Bardhit, sistemi i taksimit që ka vendosur Partia Socialiste nga 2013 ka dëmtuar shtresën e naftëtarëve dhe familjet e tyre. Unë kam bindje që po ta marr nga i pari tek i fundit, edhe socialisti më i thekur nuk pranon dot që sot jeton më mirë. Nuk jeton më mirë ku do duhet, dhe se cili për jush e bën, kam bindjen për këtë, ndihmon prindrit që i ka pensionist. Se ndryshe i bi që prindrit mos përballojnë dot as koston e ilaçeve. Edhe për këtë, programi e ka vendosur prioritet. Ju lehtëson edhe prindrit pensionist. Bardhi vuri theksin tek rishikimi i statusit të naftëtarit, ku shpreh se ka ardhur koha që të bëhen përmirësimet për t'u përshtatur kërkesave të punojësve të këtij sektori. Që edhe statusi ju keni ka nevojë për përmirësime. Sigurisht që për këtë temë ne do të flasim në vimësi, dua t'ju dëgjoj dhe ju kush janë problematikat që unë të kem mundësi bëhem, shpresoj bashkë me Ledion zëri juaj. Gjatë këtij takimi me naftëtarët, Bardhi ishte me 2 kandidatët për deputet të Partisë Demokratike në qarkun e Fierit, Luan Baçin dhe Ledion Çalën.